Vonesa në publikimin e vendimit të udhëzimeve përkatëse nga institucionet përgjegjëse ka lënë shumë fermerë të paqartë për mënyrën se si duhet të orientohen në punët e tyre bujqësore. Kështu shprehet në një intervistë për Ora News, eksperti i bujqësisë Gjok Vuksani, sipas të cilit mungesa e informacionit mbi skemat e subvencioneve ka ndikuar drejt për drejt në planifikimin e fermerëve. Ndërkohë ndryshimet për uljen e pragut minimal për bagëtit në skemat mbështetëse për blegtorin, sipas ekspertit, janë një lëvizje në drejtimin e duhur, pasi e bëjnë skemën më të aksesueshme për fermerët e vegjël. Kjo është një skemë që ka ekzistuar dhe si vjet vetëm është ulur niveli është ulur kufiri poshtëm i aplikimit dhe janë rritur pak tarifat për çdo kokë. Megjithatë, ai thekson se problem mbetet rënja e ndjeshme e numrit të bagëtive në vend, duke vënë në pikpyetje efektivitetin real të kësaj skeme. Qasja është pozitive, por problemi është se në 12 vjet e fundit është përgjysmuar numri i baktive, pra i lobëve, i dhivëve dhe i deleve, dhe pyetja është sa kanë ngelur nga këto mënyrë të tillë që të mbështeten me skemen. Një tjetër shqetësim lidhet me rritjen e kostove për blegtorët. Është skemë në drejtimin e duhur, por problematika është sepse edhe te fermeri me të vërtetë ti do t'i japish mbështetje i çik më të lartë, por nga ana tjetër janë rritur shumë, lënda e parë është rritur shumë bari i thatë, është rritur shumë ionxhe, është rritur shumë koncentrati, pra në një farë mënyrë kjo mbështetje nuk është se e baraspeshon rritjen e madhe të çmimeve. Ndërsa skemat synojnë që të nxisin zhvillimin e blegtorisë, ekspertët theksojnë se përveç rritjes së subvencioneve, nevojitet edhe stabilitet dhe kohë e duhur në vendimmarrje, në mënyrë që fermerët të kenë siguri dhe të planifikojnë më mirë të ardhmen e tyre.